dhe të na jepni në forcë. Jemi duke kaluar shumë ditë të vështira dhe sinqerisht më vjen keq që sot do dal këtu para jush të flas për ndrimin e jetës të bashortit tim, të një babaj të mrekullueshëm, të një artisti të mrekullueshëm me shumë virtyte, një artisti shumë modest, të një njeriu që mua si Silvie më ka kompletuar, më ka mbështetur, më ka respektuar dhe më ka dashur dhe mbi të gjitha më ka falur me djalë si drita. Roeli është vetëm 3 vjet e gjys dhe ai ende nuk e kupton se nuk e ka babain e tij dhe unë nuk e di si do rritet me këtë dhe nuk e di kush do ta tregoj. Por e di se ai është shumë krenar për baban e tij, e ka dashur shumë Shpati, është përkushtuar deri në frymën e fundit që Roeli të jetë me gjitha të mira, të rritet me gjitha virtytet. Roeli do jetë shumë krenar dhe sidomos do jetë krenar bashkë kur të shoh se sa prej jush e keni dashur Shpatin, sinqerisht ashtu siç duhesh dhe të duhet Shpati. Unë i kam thënë shpesh dhe Shpatit, Shpat, ti je shumë i mirë për të jetë, je shumë i sinqert për të botë tonë mizore. Dhe sinqerisht sot ju falenderoj shumë që ju mlodhët të na jepni forcë, të na jepni përkrahje. Shpati të pret në paqe dhe s'do ta harrojmë kur. Përsëri ju faleminderit shumë.